Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë këtu tek fotoja ime. Mirë, ditën e sotme me live-in tim do shkojmë në Greqi. Unë do hap dritaren për Klodian Meti, një djalë i ri i cili do rrëfej një histori të dhimbshme të babait të tij të ndjer, bashkimi i cili u largua në moshën 47 vjeçare. Një histori e dhimbshme e të ndjerit i cili u braktis nga nëna e tij pasi i vdiq bashkëshorti, u rrit një jetimore, por pati fatin të birësoj. Fati edhe e donte dhe nuk e donte me diun, por të gjitha ngjarjet e babait do na i tregoj vetë Klodiani dhe ditën e sotme ai është në kërkim të gjyshes së tij biologjike pasi gjyshi i ka vdekur dhe kërkon të gjejë njerëzit edhe rrënjët biologjike nga ana e gjyshit, një amanet, një breng që do ta çojë deri në fund. Kështu që hap dritaren dhe ftoj Klodianin për të na rrëfyer këtë histori. Klodian, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, në Greqia, Kalkidiki. Jeni në Greqi, jetoni në Greqi? Po, kam një 5 vite. 5 vite. Në fakt më ke shkruar mesazh dhe ke një probleme sa po kuptova. Është pak histori e gjatë dhe unë se kam edhe shumë, jam më shumë pesimiste. Mund të ma tregosh? Është po e gjatë. Mund të ma tregosh historinë tuaj? Ka lidhje me baban tim. Po? Babai im është i lindur në Tiranë. Po? 8 Marshin 1957-s. Babai i tij ka qenë ushtarak, sipas informacioneve që kam unë. Ndroi jetë në 47 vjeç. E njëjta moshë që ka ndruar jetë edhe babai im. Po bën 20 vjet. Në 2004. I njëjti problem, po me zemrën. Edhe më shumë për atë dohet, më duket si barë, si amanet. Dohet ta kryej për atë më shumë. Nuk e di se sa reale do ishte, po. Pra, ti kërkon të gjesh njerëzit e babait? Po, të babait, njerëzit e babait. Por, çfarë dini për historinë e babait? I ndjeri çfarë ju ka treguar? Ai është braktisur nga prindrit? Nana u martua sërish, ka qenë një infermierë me sa dim. Ata që dinin shumë informacionet, ata janë bërë, nuk jetojnë, ma. Po nga njerëzit, ata njerëz që e birësuan, të atyre që e birësuan, ata njerëz kishin shumë informacionet. Nëna ime nuk para di shumë gjë. Atëre, më lejo të bëj disa pyetje, Klodian, dhe të mi tregosh pak e nga pak. Babai juaj i ndjer si quhej? Bashkim. Bashkim? Simas në birësu të qikshur, po, bashkim me di. Me di, por emrin e tij si e ka patur të vërtet? Atë emër, dhe është marrë poshnje në shtëpinë e fëmijës në Tiranë. Në Tiranë, pra prindrit birësues nuk ja kanë ndryshuar emrin. Ja kanë ndryshuar, nuk e tani si ta them unë, unë nuk kam ndonjë informacion për këtë. Ata besoj që ja kanë ndryshuar, nuk e kam me të njëjtin emër. Dyshoni se mund t'ja kenë ndryshuar. Babai juaj ndjeri Bashkim ka lindur në 8 Mars të 1957-s dhe është lënë në martenitet sapo ka lindur? Jo, mbasi ka vdekur gjyshi. Gjyshi është martuar sërish. Po? Por në atë kohë, domethënë, siç e di unë, nuk e bashkëshorti i dytë nuk lejonte me fëmijë, nuk donte me fëmijë dhe u detyrua ta çonte në jetimore. Në jetimore. Bravo. Kështu, pastaj sa vjeç mund të ketë qenë babai juaj ku ka pasur? Ka qenë. Poshnjë ka qenë babai. Nuk ishte mbushur ende 1 vjeç. Shumë i vogël. Domethënë kur e ka kuptuar ai vetë se ky ishte i bërsuar, ka qenë mosha 10 vite. 10 vjeç. Kur e ka qenë tetik, po. Po e kam mësuar. Por, i dini emrat e gjyshit dhe gjyshes? Gjyshi ka vdekur normalisht. Unë me sa di këtu nuk ndrohet emra baballarëve, po jo. Nëse e kanë në pasaportë ka të shënuar Ferit. Ferit. Edhe gjyshi e kishte Atlije. Atlije. Po. Dhe ka qenë infermiere në profesion. Po. Ndërkohë është si më shumë dyshuese se kishin
kishin shkuar një herë nëna me baban në Tiranë, nuk e di për çfarë rasti në një nga spitalet e Tiranës, dhe aty, domethënë shikonin ata gjithë atë njerëzit e tjerë shikonin kështu se si me habi, ku di, ndoshta ai vetë personi ka qenë aty, nuk doli prezent, se në fakt për të kërkuar unë është nisur, një herë ka qenë, një herë jetën e tij, babi. E ka kërkuar babai juaj nënën? Po, një herë shkoi aty në Tiranë dhe ju tuk si dyshues atje, se domethënë disa thonin me përtypje jo nuk e dim, jo po s'është këtu, jo po diçka domethënë anomale, domethënë larg. Për mos t'i dhënë kuptimin që ajo ishte aty persone, po. Po ta di diçka kështu. Siç e kam dëgjuar nëna. Por prindrit e babait tuaj kanë jetuar në kryeqytet, ishin nga Tirana? Po. Nga Tirana. Pra, përderisa ai vendlindjen aty ka dhe aty dyshoj se vendlindja i shkruan Tiranë. Tiranë. Dhe ndonjë njoftim që ka patur në librezën ushtarake Tiranë. Dhe babai nuk para bësh gabime me regjistrimet. Jo, e qartë. Bashkim Medi dhe Atlie. Medi është quajtur nëna e babait tuaj. Ani Medi mund të jemi në këta mbiemrin e këtyre birsusëve. Medi ai do ketë patur mbiemër tjetër. Mbiemrin e babait ju e dini? Të biologjik? Se Medi është mbiemri i birsusëve. Po, bravo. Ja atyre është. Ndërkohë, sa vjeç ke qenë? Sa vjeç ke qenë kur ka vdekur babai? Po kam qenë 20 vjeç. Në 2004 ka vdekur, në shtator 2004. Dhe më vjen keq që ke humbur babain kaq të ri në moshë. Por çfarë të ka treguar? Domethënë çfarë të ka treguar ai për atë që ka zbuluar? Nuk ishte shumë për atë pjesë. Nuk ishte, domethënë ishte shumë i rezervuar. Domethënë çdo gjë e bënte me kokën e tij, nuk para ishte për atë pjesë. Babai ju po thosh se nuk ishte fare. Babai juaj ishte birsuar ku, në çfarë qyteti? Në Cerrik. Në Cerrik. Pra, familja Mediu nga Cerriku kishte birsuar babain tuaj këtu në shtëpinë e fëmijës Tiranë. E origjina ata janë se Cerriku është i formuar në 60 e ca, ku është formuar. Atë ka marrë shumë aty në Përmet, po si origjina atyre është në Kërcyra. Nga Kërcyra e Përmetit. Po. Por babai juaj është rritur në Cerrik. Urdhra? Babai juaj është rritur në Cerrik. Po, aty është. Por me prindit birsus, pra gjyshi dhe gjyshja juaj, se ju për ata keni njohur gjyshe dhe gjyshe. Po, normal. Ata sigurisht që e kanë birsuar me një vendim gjykate të rregullt në atë kohë, se në atë kohë bëheshin gjithçka të rregullta. Nuk i kanë treguar asnjëherë babait tuaj, si arriti babai juaj të zbulonte emrin e babait dhe nënës së tij? Nga e bashorti një, të më thuash, tezës të tij, në birsus. Diku me i pesë, domethënë ishte treguar kjo më shumë. A kishte në efektin e alkoolit e zotëria, po nuk e di se si është. Kështu ka ndodhur. Sa vjeç ka qenë kur e ka mësuar emrin? Po se ai e ka mësuar më herët, se pas i lindën dy të tjera tani lindën, një djalë dhe një vajzë mbrapa, ai e thanë pastaj çojeni, s'keni që doni, domethënë ishte. Po thënë ai ka patur diçka tragjike në jetën e tij. Nga mosha 8-9 vjeç, nuk e kam dashur më, nuk nuk kam pas shumë interes për ato. Do me thënë, prindrit birsus e birsuan, më pas lindën dhe 2 fëmijë dhe nuk e trajtuan më si fëmijë, doni ta çonin prapë në jetimore. E thoshin të tjerë, po ai ishte këmbgulës, do me thënë gjyshi ishte shumë këmbgulës, edhe ai veteran ushtarak ka qenë në ato, për fat, edhe nuk donte. Edhe pse kishte shumë njerëz që thoshin apo çohet që donë, ja keni fëmijët e juaj për këtë, po edhe kështu ishte. Po jo se kishin ndonjë, mund ta them unë, dashuri kulminante. Besoj që këtë gjë e ke kuptuar nga babai. E ka përjetuar fëmijërinë e tij. Ata e mundoi shumë ajo pjesën, pse nuk arriti dot ai ta paonte nënën e tij dhe mendoj se ajo e dëmtoi shumë. E dëmtoi sa e la zemrën në rrugë, jo në shtëpi.
Dhe më vjen keq një histori e dhimbshme. E imagjinoj atë jetën e babait tuaj se është rritur një fëmijë ndoshta i veçuar nga fëmijët e tjerë të familjes, që i ka munguar dashuria e nënës dhe babait, ka mësuar për vdekjen e babait, ka mësuar që nëna ka krijuar një tjetër familje dhe nuk u interesua më kurrë për të dhe e ka vuajtur brenda vetes. Çdo fëmijë që braktiset e vuan patjetër. Por ai e mori guximin ta kërkonte, por nuk e gjeti fatkeqësisht. Ja, nuk e gjeti. Nuk e gjeti, pastaj ishte edhe kushte se që televizja atëherë në Cerrikun në Tiranë ishin kushtet financiare. Nëna dhe babai kanë punëtor krau ka qenë. Babai ka pas punuar në stallat e shferma në Cerrikut, po të keni dëgjuar. Nëna ka qenë në serat. Në serat me 3 hektarë, 2 hektarë, sa ka qenë me domateve. E që ishin atëherë. Në atë kohë, sisteme. Por dua të pyes, ju sot e kërkoni të gjeni nënën e babait, pra gjyshën tënde biologjike, sepse e ndjen si një breng nga babai që të ka ndruar jetë apo të ka lënë një amanet që ta çosh deri në fund. Ajo që thepi më shumë për atë që s'arriti dot ai. Edhe për vetën time se duhet sa kem të gjej rreth të gjyshit. Ai ka të ndruar jetë si shtregojnë në moshë të re edhe ai. Se ndryshe s'do kishte ngelur jetim babai. Nuk do kishte vajtur aty ku e gjetën të tjerë. Ju jeni munduar të bëni kërkime për babain e tij, i cili dhe ai vdiq në të njëjtën moshë si... Kam që bëj kërkime, unë kam kaq vite, po bëj 5-6 vite të këte edhe. Era para jam me juve. E qartë, pra tani le të themi ke nisur kërkime dhe kërkon që t'i gjesh. Duat bëj diçka për atë. I dashur Klodian, marrëdhëniet përpara se të vdiste babai, si ka patur me motrën, me vllajin, me nënën dhe babain birsus? Unë mendoj kështu se ka të bëjë edhe gjaku. Se nëse s'ke lidhje gjaku, nuk të trehesh asnjë. Nëse ketë kudo që të jesh një telefonat dhe bën apo kudo që të jesh. Nuk mendoj se si kam pas ndonjë marrëdhënie të mirë. Pa normal, që ku kanë qenë vegjël fëmijë. Po si u ndam pasaj larg syrit, larg zemrës, si thonë më. Nuk mendoj se nuk kam qenë marrëdhënie të mira. Domethënë ata kanë qenë emigrantë vërtet me vujtë me mendim. Po nuk e bërë një përpjekje për të pritje se kemi një vëlla të madh atje. Se babai im ka qenë më i madh. Ai është birsuar i pari. Nëna ime ka qenë 15 vjeçë, 16 vjeçë kur është martuar me baban. Dhe i ka rritur ata të dy. Sa do si ka qenë në rrethana, ajo i ka rritur ata. Se i ka gjetur poshtë. Por ju sot... Ata nuk është... Si ta them unë... Si marrëdhënie interesi, apo ku diun, nuk e di çfarë. Por ju sot keni kontakte me... Kam kontakte, se nuk mund të shoh. Më shumë me hallën. Jo me Xhaxhaj. Xhaxhaj i ka humbur kontaktet e para. I dashur Klodian, ti ke vendosur që ta kërkosh dhe ne po e prezantojmë për herë të parë. Unë uroj dhe shpresoj që familja, edhe një herë më kujtoj emrin e gjyshit? Ferit. Uroj që familja e Feritit, sepse ne na mungon mbiemri, por kushdo që e njeh këtë histori mund të na ndihmojë për të gjetur njerëzit e Feritit, por dhe të atelies gjyshes tënde, e cila ka qenë infermiere këtu në kryeqytet, kështu që uroj që dikush të na ndjeki dhe të na ndihmojë me informacione, pikërisht për të gjetur familjen e babait tënd të ndjer bashkimit. Amin. Shpresoj. Nëse dikush do të dëgjonte nga familja e të ndjerit Feritit, por edhe nga atelia, për shkak, le të themi, të moshës, ndoshta edhe mund të jetë larguar nga ky jetë. Edhe zonja atelie. Po, dita. Por ajo mund të jetë martuar dhe mund të ketë fëmijë dhe ti mund të kesh xhaxhallar dhe halla të tjera biologjike. Tani është varë dhe nga ta njerës se sa afrohen, se tani dhe jemi si njerës të uaj. Por ti e the pak më parë bukur që gjaku të thërret. Ajo është. Gjaku të thërret. Të shohem. Nëse dikush do të dëgjonte nga kjo familje, çfarë do i thoshe sot? Se di, vetë se di.
Unë s'jam as kushit as para gjypa as është. Ata ishte drejta e individi kujtohet. Unë e bëj vetëm për shpirtin e tij. As për gjë tjetër. Klodian, mendoj një moment që do t'i kesh përballë, siç më ke mua sot. Qoftë zonja Atelie, urojmë që t'jetë në jetë, që i bie të jetë gjyshja juaj, nëse do ta kishe përballë, çfarë do i thoshe? Se di, nuk e di se çfarë do të thosh. Nuk e di. E varet se sa hapësi do ketë që të më arritu më kuptoj mua. Kështu që unë do shoh vetë se sa është hapësia e saj për të më kuptuar. Për të biseduar më shumë. Jo për të kërkuar llogari, sepse ma le baba në rrugë. Për një dashuri tjetër apo diçka tjetër. Jo, s'ja kërkoj dot. Pse di, nuk e di. Në dilemë jam, po nuk e di. Pse ti ke E vetëmja më intereson e pjesë, si thash më parë, da i s'mundi do pak të bëj diçka unë për atë. E qartë, e kuptoj. Që është edhe për vetë familjen time. Kam vllahun, kam motër. E qartë, ti ke frikën se ti është fakti ajo refuzoi të birin, mund të refuzoj dhe nipin e saj. Kjo është frika jote më e madhe. Ja, nuk është ajo, nuk është ajo, se unë do ndjej frikë, se jeta vazhdon. Është dhe hedhësh një histori maskrave pastaj dhe vazhdosh jetën tënde, edhe ata jetën e tyre sikur s'ka ndodhur asnjë gjë. Po thjesht unë atë dua gjyshit mbi emrin e tij. Ajo më intereson në rast parë. Pastaj pjesa tjetër se çka ka lënë gjyshja dhe sa afrohen ata njerëzit që ka ajo, familja e saj, tjetër gjë është ajo. Ajo është varet në dorë të atyre, se sa duan të më njohin apo të jenë me mua, apo unë me ata. Nuk është me imponime. Edhe po se ndjevën, nuk e ndjejnë. Kjo është, se nuk është me dhunë, ose me zorë nuk bëhet asnjë gjë. E qartë, e kuptoj. Ti kërkon të gjesh mbi emrin e babait. Po, bravo. Kërkon të gjesh mbi emrin e babait, të gjesh këta njerëz, çrëndsi ka nëse të refuzojnë apo të pranojnë, por ti vesh te varri babait. Nuk është për mua, nuk ka rëndësi fare. Ti vesh te varri babait, i çosh një lule dhe atë brengën Po. ta heqësh brenda vetes në një farë mënyre për të realizuar atë që ai s'mundi do ta bënte kur ishte gjallë. Atë. Është. Asnjë gjë më shumë. I dashur Klodian, ne e prezantuam, uroj dhe shpresoj që të ndiqemi, uroj që të më telefonojnë, të më japin informacione, uroj që të gjesh edhe babain dhe nënën e të ndjerit bashkim dhe të lidhesh me ta, kështu që ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe të uroj fat, të gjesh këta njerëz, sido që tjetë janë gjaku juaj. Amin. Shpresoj shumë. Edhe ke puna juaj. Mirë, të falenderoj dhe do mbetemi bashkë në kontakt, Klodian. Faleminderit, uroj gjithë mirat. Gjithë mirat. Suksese për punën tuaj. Faleminderit. Ai ka pasur bashkëjetesë, pasi ka ngringje problemet e tyre si çdo çift, mendoj të ndajë dhe ikën. E merë nëna dhe nga një moment dhe deri tani nuk bëhet e gjallë se ku është. E gjeta dhe i shkruajta dhe i thash kur më thapësh te nuk je babi im, tha. Edhe direkt mbej blok. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Dhe sot me live-in tim do shkojmë jashtë sigurisht. Do të lidhemi me një zonjë, një 42 vjeçare, e cila quhet Xhuli. Xhuli kërkon të bëjë të lumtur partnerin e saj Florantin. Në fakt, kur ajo nisi bashkëtesë me to përpara 2 viteve, mësoi historinë e hidhur të bashkëshortit, më saktë të partnerit të saj, se ende nuk janë martuar ligjërisht, bashkëtojnë, ku Floranti para shumë viteve kishte njohur një vajzë nga vau i Dejes së Shkodrës dhe kishte sjellë në jetë një djalë ku ishte braktisur nga partnerja dhe sot që ka kaluar shumë vite, Floranti nuk ka asnjë kontakti me djalin dhe nuk e di se ku ndodhet ai së bashku me nënën. Partnerja e tij e re, Xhuli, një grua shumë e fortë, një nën pozitive, një nën shumë e mirë që ka sakrifikuar gjithçka për fëmijët e saj, kërkon ta bëjë të lumtur
që ai të gjej pikërisht djalin e tij. Unë do hap dritare dhe do ftoj më njëherë Xhulin për ta dëgjuar historinë e partnerit të saj. Xhuli, përshëndetje. Përshëndetje, shpirtësi e di. Si jeni? Unë mbaj mend të kam ndjekur para shumë vitesh. Më ke ndjekur kur kam qenë që tek njerëzit e humbur. Që kur kam qenë studente, që kam punuar gazetarët e njerëz të humbur. Po, biles kam qenë Greqi dhe unë nuk flija nëse nuk mbaronte emisioni juaj. Atëre kam qenë e re, tani jam bërë mami, jam rritur. Ashtu jemi për të se do t'i kur ndiqja unë kam qenë dhe unë t'i kur e vogël. Po tani jemi rritur, jemi bërë nëna, jemi... E vërtet. Unë kam thënë goxha të rritur, i kam nga 25 vjeç. Me jetë ti kesh. Faleminderit edhe ti. Xhuli, ti më ke shkruar në Instagram dhe... Më të shkruajta dhe këtu dhe atje ku të hapësh më përpara. Më shkruajte në të gjitha, edhe në WhatsApp dhe në Instagram njëkohësisht, dhe me sa kuptova, kërkon të bësh burrin tënd të lumtur. Bashkëtuesi, partnerin tënd. Po. Kur e kam njohur në fillim, më thotë që jam ndarë, kam një djalë, po nuk e dija historinë që kishte ai të dhimbshme, në kuptimin se po mos kesh fëmijë normal, se jemi prindër vetë. Edhe ma tregoi edhe kisha bërë disa herë, i kisha thënë unë do përpiqem një herë. Nuk e di sa do t'i arri, po do përpiqem. Mirë po. Mund të ma tregosh historinë? Mund të ma tregosh Xhuli historinë për ta kuptuar qartë? Po, shpirt, prandaj. Më thotë që ka pasur një bashkëjetesë jo martese dhe ai ka pasur një bashkëjetesë me një gocë nga Vaudeos. Vaudeos, po. Unë jam nga Fieri dhe sa kam i tema ndë. Po. Kanë jetuar në Lushnjë, dhe aty ka ardhur fëmia i tyre në 2010 ka ardhur në jetë. Pasi kanë grindje problemet e tyre si çdo çift, goca mendohet të ndahet. Mendohet të ndahet dhe ikën për ca kohë ikën vetëm, e braktis fëmijën dhe ky nuk i kishte mundësitë që t'i mbante sepse prindrit i ka të sëmur dhe ishte i vetëm dhe mundohesh të punonte, të ikte jashtë shtetit dhe atë punë bënte tani domethënë ikën në sezon e vjen. Dhe u mundua që t'ja japi prapë nënës. A kupton? Merr nëna dhe nga një moment dhe deri tani nuk bëhet e gjallë se ku është djali sot. Në datën 29 se i kam shkruar një letër, në 29 korrekt djali bën 15 vjeç. Dhe ka ikur, llogaritë e tij i bie që ka ikur 5 vjeç, 4 vjeç fëmia, i bie që ka 11 vjet. Që ai nuk ka parë fëmijën e vet. Nuk e ka parë. Jo, dhe ai e ka kërkuar vetë personalisht me aq mundësi sa ka pasur me gojdhëna që është këtu në Durrës, në Shkodër, po si përfundimisht i kanë thënë edhe në Kosovë. Që mund të jetë në Kosovë. Në Kosovë ai ka shkuar vetë. Po. Po, asgjë, nuk kam marrë asnjë informacioni. Për të thënë është interesuar për të parë nëse ka dalë jashtë, kanë thënë një jo. Kemi parë nëpër Facebook, ajo ka ndërtuar familje tjetër, ka bërë një bebë. Po, prapë tek fëmia domethënë fëmijën e këtij nuk e ka bërë që të flasi, as me njerëzit, as me pjatin, as me të. Dhe më vjen shumë gjëna se është njeri shumë i mirë dhe në një farë mënyrë si ka dhe mundësit. Nuk ka mundësit edhe nuk... Nëjse, këtë gjë e ka marrë unë për sipër, nuk e disa të jatë të linë. E dashu Xhuli, do të bëj disa pyetje dhe do më tregosh ai sa di ti normalisht për këtë histori. Po, nëse është e mundur unë e fus dhe në grup, se unë i thash atje, do të fus në grup i thash të flasësh vetë, sepse unë do flas ai sa di tash. Ja. Ai sa unë flasim të dyja dhe do e marrim. Si quhet partneri? Florant Elezi. Florant. Do flasim edhe me Florant me bashkëtuesin tënd, gjithnjë me shpresën që mund t'i gjendet fëmia. Ai është gjallë, sigurisht është me nënën e vet. Ai thjesht do ta di ku është dhe si është, sepse nuk ka asnjë lloj informacioni. I ka bërë, domethënë, para 2 vjetë e kam parë motrat e veta, kam parë në një rrjet social fëmijën në Facebook nduhet. Dhe sa kanë munduar që t'i shkruajnë i ka bërë blog. Domethënë veç një foto i ka parë edhe
Nuk di asgjë tjetër. As imazhin s'ja ka parë fytyrën. Po nuk e mbaj mend fare, përveç se kur ka qenë 4 vjeç. Kjo është fatkeqësi në fakt. Por ndarja e Florantit me partneren e tij nga vau ides ka qenë kaq keq sa ajo hakmerret në këtë lloj forme dhe ja pengon djalin? Ai thotë jo, por thjesht ai nuk ka bërë martesë dhe ndoshta këtë ka prekur që si thot ai që i ka kërkuar të dhëna kështu ndihma ekonomike për djalin, domethënë që ta ndihmonte, dhe ka qenë një moment që ky nuk i ka pas. Dhe nga aty është hakmerrur ajo që i ka shkëputur të gjitha marrëdhëniet në momentin që ky nuk është përgjigjur. Ndarja ka qenë për shkak të Florantit apo të vetë vajzës? Jo, të vetë vajzës. Tani fjalët e atij, se unë nuk e di vajzën, edhe sa më ka thënë, dhe thotë që ka qenë një moment që debatuam se nuk është tip shumë i qetë, dhe kur të flasësh, do ta shohësh, as ka dorë, as asgjë pregjë, është shumë tip i qetë, po thjesht ndoshta goca i pëlqeu pak jeta më ndryshe, biles kur ka është ndarë nga këtu kishte filluar të punonte nëpër lokale nate. Tani i bie që ajo i pëlqente një jetë tjetër, nuk i pëlqente një jetë siç ai e kishte, kupton? Jeta e lushnjës. Po. Sepse ata kanë bashkëtuar në qytetin e Lushnjës. Fal? Ata kanë bashkëtuar në qytetin e Lushnjës bashk. Po, në një fshat të qytetit të Lushnjës, në Grabjan quhet. Në Grabjan të Lushnjës, e njoh si vend. Por e dashur Xhuli, në momentin që erdhi në jetë fëmia, më the në datën sa korrik? 29 korrik të 2010-s. 29 korrik të 2010-s. Kur fëmia erdhi në jetë, Floranti e ka njohur atësin, se martesë nuk ka patur ligjore dhe... Po, e ka njohur. Se pyeta dje, sepse unë i kam marrë të dhëna për t'i dhënë ty, dhe më thotë po, e ka njohur atësin. E ka njohur atësin. Se është një gjë shumë e rëndësishme kjo, që nëse ajo nuk pranon, se ndoshta mund të gjendet fëmia, është ende në moshë dhe sigurisht nuk mund ta marrësh dot me zor fëmijën që të flasë me babain, sepse s'ka mbushur 18 vjeç që të vendosë ai nëse do ta takojë babain apo jo, por duke i njohur atësin, rruga është më e lehtë për Florantin, se po e njoh. E ka njohur për këtë siguroj sepse dje kanë pyetur. Sepse ai mund t'i drejtohet gjykatës nëse gjendet zonja, ndodhet në Kosovë apo në Greqi apo në Shkodër, çrëndikase ku është, dhe ajo ju bllokon, refuzon të lërë djalin takojë babain. Në të tilla situata i drejtohesh gjykatës dhe vendos gjykata pastaj për kujdestarinë atij djali. Por gjithë meraku im e dikush është që djali sot është 15 vjeç. Po. Është adoleshent. Nuk e di, ti ke djalë apo ke vajza? Unë kam vajzë djalin e kam 20, vajzën e kam 24 dhe të martuar. Mos më thuaj që do bësh gjyshe kaq e re. Me shumë shpresa, por tani jo, po ndoshta për pak muaj se ma kanë dhënë fjalë. Xhuli, je shumë e re për të bërë gjyshe. Jam sepse unë jam martuar shumë e vogël, jam martuar 16 vjeç, jeta ime ka qenë po kështu, por kur kam fëmijë të afër nuk më intereson se çfarë jetë ka, se jam e divorcuar normalisht. E qartë. Përderisa ke nisur bashkëtesë me Florantin, e kuptueshme kjo gjë, që e divorcuar. Por gjithë problemi është se unë jam vetë nën dhe kam djalin 16 vjeç. Të roj, e pas ke goxha dhe ti, sepse të mbajt mend shumë të vogël. Po kanë ikur vite, nuk jam ajo deta e vogël, jam rritur. Jam përgrua tashmë. Dhe gjithë meraku flasim hapur, unë e kam djalin 16 vjeç dhe di shumisht se sa delikate, ti e di akoma më mirë, ke kaluar para nesh, se sa delikate është kjo moshë. Dhe një fëmijë që është rritur pa dashurinë e babait, që se ka parë asnjëherë dhe varet me çfarë fryme mund të jetë rritur. Atë dështosha, po. Ai nuk mund të pranojë të takojë babain. Jo, nuk ka rëndësi, thjesht ai do të di se ku është. Se ndoshta një moment do ta kuptoj vetë fëmia, ai thjesht do të di se nëse ka ikë jashtë apo është këtu. Nëse është në Shqipëri, por nga sistemi TIMS ju keni bërë verifikime nga policia që ka dalë jashtë apo jo? Kur ka qenë në Kosovë, që ka vajtur vetë ky ka pyetur, janë thënë që është këtu në Kosovë. Edhe nuk e kanë ndjekur dot më sepse ka qenë
Edhe ekonomi nuk e ka pasur, por ka qenë shumë jashtë se sa këtu, e kupton, viste. E qartë. Edhe nuk është interesuar më shumë nga që ai e pa që kishte krijuar dhe familje në një foto, e pa që kishte krijuar familje dhe jo për të bashkuar, por nuk ka dashur ta shqetësoj, se nuk është tip kështu, është shumë tip i qetë. E qartë, që do thotë ajo kanë ndërtuar familjen, mund të jetë martuar, ka një mbiemër tjetër, sigurisht. Ka dhe një bebë, ka dhe një fëmijë, domethënë, se kemi parë në atë. Ka sjellë një jetë dhe një fëmijë tjetër nga martesa e dytë, është e qartë kjo. Por djali si quhet? Se është e rëndësishme të dimë emrin e djalit. Po, Enri Bregu quhet fëmia. Enri Bregu, që ka mbiemrin e nënës, besoj. Po, e nënës. Enri Bregu, që vendlindja e tij është Lushnje dhe është 15 vjeç, mbush 15 vjeç. Po, 15 i bën në korrik. Dhe çfarë thot Floranti kur ta ka treguar këtë histori? Ka mall për të birin? Dëgjoj, Floranti thash, kur të ta njohësh, unë thjesht e shikoj se me një keqati është njëri shumë i mirë, por kur ne mblidhemi të gjithë dhe flasim për fëmijët, ka dhe motrën e vet që del me fëmijët e parku dhe kështu dhe se unë, kur jam njohur me atë, i kam thënë shiko, unë nuk ta jep të më mundësinë që të bëhesh prind me mua, sepse jo se si kam mundësi, po nuk dua nga pjesë e fëmijëve, unë siç e tham bëhem ndryshe kur po. Dhe i thash, sepse ti do të kalosh mirë me mua, sa në një jetë kalojmë, por që të bëhem unë nën, edhe ti baba, unë nuk e bëj mundësinë, edhe kjo pjesë mua më ka vrarë që sepse ai është 38 vjeç. Ndërsa unë jam 4 vjeç më e madhe nga ai. Po mirë, ti ngjan shumë e re në radh parë. Unë jam 22. Po. Që kemi bashkëmoshatare. Edhe i kam thënë që unë nuk e do të mundësinë, por të përpiqem që ti dish se ku ke djalin, se jam tip që lëviz që kështu nuk rrim një vend, për sa gjëra dhe ndihmoj shumë njerëz, ai se mundësi sa kam. Ti është fakti që ke marrë guximin e dashur Xhuli që të ndihmosh partnerin tënd për të gjetur djalin, është gjesti më i bukur që po bën, gjesti më nuk di si të ta përcaktoj. Unë nuk e di se çfarë do bëj ai, nëse do t'ia gjej zërin apo nëse do ta di ku është, vetëm thjesht kështu. Ta di zot ku është sepse nuk e di, nuk e ka fare asnjë lloj ide, informacioni se ku është. E qartë, e kuptoj, ai deri në moshën 4 vjeç e ka mbajtur dhe më pas ja ka dorëzuar nënës, që fatkeqësisht në Shqipëri unë shpeshherë kam thënë që shumë nëna kur ndahen nga partnerët e tyre, nuk e di nëse me ty ka ndodhur kjo gjë, hakmerren me baballarët. Jo, unë absolutisht jo, përkundrazi i kam ushqyer fëmijët mirë, u kam thënë që djalin e kam dhënë me kjatin, vajza ka dhënë me mua. Djali unë kam edhe komunikime të mira me baban e fëmijëve, se në tip jam që evropiane, kam jetuar dhe jashtë, edhe jam tip kështu që nuk i shikoj gjërat për shkakun që u ndam, se nuk është fundi botës. Unë them se është një zgjidhje po të ndahesh. Patjetër. Dhe kam thënë, dhe gjithkohë them që folim babit, foli vllajt, i them çupës, domethënë që këtej dhe nuk i kam lënë kurrë që mos flasin. Djalin e kam shumë mirë, më flet. Domethënë jemi në rregull. Dhe gjithkohë i kam futur atë frymë që ne duhet flasim, se ne jemi ndarë si çik, po nuk jemi ndarë për juve, për ju jemi prindër. E vërtet, e the shumë bukur, sinqerisht. Dhe kështu që nuk i kam lënë asnjëherë dhe i kam okay deri tani fëmijët. Vin babai fëmijëve, mblidhemi, pim kafe, rrim, marrim një drek, pastaj ai nalt vetëm naltin. Më pëlqen sinqerisht që takohesh me ish burrin, konsumon drek. Po, për zotin, edhe bile se çdo ditë në mëngjes ai, por mos të më thot mua mirëmëngjes, e ka të pamundur. Bravo, çfarë raporti. Sa vite keni të ndarë? 9. Por pse u ndat? Se më dukeni shumë qytetar, si ti dhe ai, pavarësisht se njoh. Ndoshta jam unë apo jam bërë unë, se unë e kam pasur të tipin kështu, jam tipi shkallë, lëvizur, ke pasur bëj shumë edhe në fund nuk marr asgjë. Kupton, unë edhe nga ky rast, unë mos marr asgjë, s'ka problem. Ka qenë çik kështu, ka qenë pak si i themi neve detektin, i themi pak i plogët, ose pak ishte më shumë nga anë e tjenës, nga anë e motrave, vendoste, domethënë çfarë thoshin ato vendoste ky. Mirë, po mua kjo gjë më vrisë se unë si shamsora shumë, një shamsore që kisha një burr adapt, kisha një burr në krah dhe jo një mashkull të komandohesh nga të tjerët. Kështu që nuk ishte për fajin e atij. Nuk kishit përputhje karakteri.
Nuk ishte, shiko, unë veç kam ndonjë opsion, se unë ndonjë 18 vjetë e martuar me atë, dhe normalisht të gjithë se bëjnë të vite. Ti ke ndonjë kaj shumë vite. Ndonjë kaj shumë vite, sepse mua na im ka marrë 16 vjetë. Unë vjen nga një fshat, këtej nga Cakrani e kam me origjinë. Po, Cakrani Fierit. Po, tani për momentin jetojnë Fierë dhe kam shtëpitë e mia, jam sistemuar. Edhe isha një vajzë fshati, një vajzë, këpësësha ishte 26 vjeç kur u martua mua, se është 11 vjeç me i martua unë. Pas keni diferencë. Ka qenë ajo 99-ta, diku pa mbas rëmujës. Normalisht prindrit na dhanë burra se mos ishte rëmuja, na ndodhte diçka. E nejse vajta, u martova, jam martuar në Selenis të Vlorës, nuk e di nëse ke dëgjuar ndonjëherë. I kam dëgjuar të gjitha emrat e këtyre fshatrave. Dhe, mirë ishte, nuk them se ishte keq, po ai ishte goxha më madhe, unë ishe vogël, isha e papjekur, nuk dija që ishte jeta, unë thosha se ky edhe s'ka tjetër, e kupton? Asaj brezi prindërve tanë kemi pasur çik të prapambetur në këtë koncept. Unë nga ndarja, kam sote 90 vjet që flas me prindrit në motra me vëllezërit, dhe më ndavo. Se nuk e pranuan ndarjen tënde. Nuk e pranuan edhe ishte edhe kjo ideja që nëse do kisha problem rri aty sepse ai të sjell bukë për të ngrënë. Se koncepti prindërve të mi, nuk e di të tjerë, ishte që nëse të sillte bukën ishte okay. Po nuk vuan njëri për bukë se po ja dal. Kam lër shtëpie, makine, i kam gjitha të mira. E qartë, je zonja e vetes për të siguruar ekonominë, le të themi, dhe për të bërë ekonomi. Domethënë jo të gjitha. E dashur Xhuli, një pjesë e mirë e grave nuk divorcohen me bashortët, mund të durojnë dhunën, mund të durojnë gjithçka, nuk e duan, nuk i do, burri mund të tradhtojë, qëndrojnë aty se nuk kanë atë pavarësinë ekonomike. Dhe është ajo shpreha që the ti që po të solli bukën qëndro aty, por kjo duhet të thënë stop. S'do ta bëja kur. Nuk do ta bëja kur as për hir të fëmijëve, nuk e kam bërë dhe nuk e bëj. Që thonë që duhet të rri unë për hir të fëmijëve. Fëmia ime është 25 vjeç, u martua ajo, Boca. I bashkëton me burrin e vet. Djalin e ka në Greqi, si do që t'ishte, nuk do rrinë dhe një moshë 20 vjeç me mua, do jetonte jashtë, po diun, siç po ikin tërë. E qartë. Kështu që prap nuk do ta bëja për hir të fëmijëve sepse mentaliteti këtu në Shqipëri është shumë i dobët dhe i vakët akoma, duke thënë, jo, mund do rris atë rris fëmijët apo kështu, jo, jo, se po ti je aftë, edhe po ti je me këmbë me dorë gjithë zgjidhje. Unë jam e sigurt që gjë zgjidhje. Është e vërtet, jam pro dhe më vjen mirë që ka gra të tilla që mendojnë kështu, ka plot dhe më vjen mirë. Unë do kisha shumë dëshirë dhe do kisha shumë, për nëse do të kisha mundësi, vallajt edhe një qendër do kisha hapur vetëm për të dhënë leksione grave, edhe pse mundohen shumë, e kam shumë shoqe, jo shoqe, por që njoh sepse shoqe vetëm gocën kam. I njoh dhe duke i thënë se ka që demoralizohen nga ndarja, se 90% e njerëzve janë të ndarë, famrave. Me dashje apo pa dashje, viktima apo jo, 5 vitet e fundit, dhe njoh shumë. Më fal që të pres. Duke thënë që nuk është fundi botës, por është një zgjidhje. Më fal që të pres, mora statistikat nga 2020 deri në 2025-ën, është të vësh duart në kokë, është rritur tmerrsisht numri i divorceve në Shqipëri. Shumë. Domethënë linda e pyetja po shkatërrohet familja shqiptare, sepse motivet që shkojnë në divorc janë nga më të ndryshme, realisht. Por Xhuli, pse u martove kaq e vogël? Ishte me dëshirën tënde apo pa dëshirën? Po, dëshira ime më një voteta, ku kishte dëshirën atë, po ishim në fshat, e kupton mentaliteti i fshatit duhet ta jap në gocën, sepse është rreth miqësie, se aty babai fëmijëve të mi, është shumë i tezës, nëse zgjajtim. Domethënë jemi krushni 2 herë. E qartë. Unë kam marrë mbesën e kushuririn e burrit e kam marrë për vëllain. E kuptova dhe ndoshta prindrit kjo ka qenë arsyeja që krushi pas krushie. Hajde ta japim, ishte pak ajo rrëmuja, ke pasur sa po kishte kaluar në të shtata. Janë filluar mbaj më në korrik të 99-s. Ishte qetësuar pa qetësuar mirë gjendje. Por besoj që të kanë pritur mirë dhe je rritur në atë familje. Jam rritur, po ishte nuk është një jetë e qetë nëse do jesh me njerëz brenda asnjëherë. Unë kisha vjerrin brenda, kisha punata të rreth rrotull dhe kisha të pjesën që më merrin pjesë shumë.
kur unë isha një copë fëmijë, kupton, isha vetëm 16 vjeçe. Dhe unë isha mësuar që ti vija në një familje prej 8 antarësh, 9 antarësh, ishte me prindrit vetëm këtu, por zakonisht në lidheshin aty tek neve në to, se ishim pleqt. Rinin motrat e me... Ndryrin në marrëdhënien tuaj, në çift? Shumë. Dhe unë them se ndarja ime ishte një ndër shkaqet e njerëzve të aty. Ishte sepse më thoshin sa herë, e bie fikse e njihnin babin tim dhe babim ka qenë çift me ke pasur me emër në fshat, po ka qenë edhe diktator, me pak fjalë. Ishte, po thoshte ai dhe fshati kishte edhe ja bënte që e bie filani ti ka futur kohën në një kuc. Edhe ishte gjithkohon kjo. Unë bleva shtëpi këtu në Fier, kemi marrë ku ishim bashkë, direkt njerëzit e tij, vajte kollovate nusjet. Aty pastaj as erdhi te shtëpia as gjë për gjë. Si e pritja i ndarjen? Se ti ke kërkuar. E përjetoj keq unë, sepse unë e lash. E pra, ju e kërkuan ndarjen, ai e përjetoi sigurisht, se të ka dashur. E përjetoj shumë keq. Por fëmijët kanë qenë të rritur, besoj. Djali ishte 11, ndërsa goca ka qenë 16. Djali e përjetoi pak, ishte ai momenti që sapo e diskutuam më para që u fut fryma ai nga urrejtja, po e kishte nga ajo që nuk mundi dot më mbante ose unika dhe nuk u ktheva më, filloi të më fuste djalin kundra. Edhe një vit e can fola me djalin, por nga që unë jam shumë e fortë dhe insistoj në të gjitha mënyrat. Gjithsesi e dashur Xhuli, ti ke jetën tënde, sigurisht je shumë e re dhe do ta vazhdosh jetën pas divorcit, pas ke 9 vite e ndarë. Po të pyes pak, si e njohur me Florantin? Në rrjetet sociale. Në rrjetet sociale. Keni 2 vite bashk? Po. Bashkëtoni apo ende nuk jeni vendosur? Pjesërisht po, sepse unë jetoj në Fier, kam punën këtu, por vetë shpesh, pothuajse 5 herë në javë. Lëshni. Sepse normalisht po i zgjendo të më vetë atje mbrëmisha, para 2-3 ditë isha. Do ta finalizoni në një martesë apo është herët për ta menduar? Do doja shumë, se kam shumë gjanë, është shumë njeriu mirë, dhe ndoshta për ta parë të lumtur pse jo. Vajza e ka pranuar, vajza ka shme lidhur me ty dhe normalisht e ka pranuar, besoj që ajo të kupton. Se je vetëm 42 vjeç dhe nuk mund t'i japësh fund i jetës kaq e re, u divorcove nga bashorti i parë dhe shumë gra thonë jo, unë do rris fëmijët. Ndërkohë ti ke kryer detyrat prindërore, i ke rritur fëmijët dhe ose ne jam me baban e fëmijëve për hir të fëmijëve, do rri tani të rris fëmijët, unë të rri prapë për hir të fëmijëve. Jo, jam pro ta vazhdosh jetën dhe ke bërë gjë më të mirë, nëse e dashuron një person dhe ai të do, dihesh e lumtur, Zoti ju a bëft mbar. Nuk ka. Shpresoj shumë. Floranti vetë si besoj dhe ai është i lumtur pranë teje. Ai tani vjen e meshkujve që thotë nuk jetoj dot pa ty, se normalisht unë jam tip që bëj shumë. Nuk i shikoj gjërat që ai është mashkull dhe të shikoj atë pjesën që shikoj duhet përshtim shumë nga unë se jo, unë bëj shumë. Jam tip që nëse kam diçka në dorë mund ta bëj sikur ne aty me shkup magjik, bëj gjithçka. Veç të ndjen mirë njerëzit, nuk ka rëndësi ky apo dikush tjetër apo qoftë edhe një shoqe apo. Jam tip që ndonjëherë e ndjej veten time të lëndur ose të lodhur, veç se nëse shikoj të tjerët që janë mirë, besoj se unë uroj dhe shpresoj që edhe njerëzit e tu ta mirëkuptojnë këtë bashkëjetesë dhe ta pranojnë. Po dhe ta vajti shumë vite kjo, edhe kjo është dhe unë jam ftohur si një vite kjo pjesë. Sinqerisht jam ftohur se në momente më të vështira dhe unë kur kisha nevojë për ata, se kur kam ardhur këtu kanë qenë shumë e vështirë. Ishte një moment që unë as rrugë të Fierit nuk dija. Se kam jetuar në fshat dhe u martova në Selenica i kam jetuar 13 vite në Greqi. Edhe kur kam ardhur këtu e dija që kisha bler shtëpit, por nuk dija nga të shkoja. Dhe kam ardhur si punë asaj njeri pa njeri. Dhe kam ardhur vetëm me gocën. Dhe ata sa kanë marrë vesh ndarjen time, unë që domethënë kam qenë rrugës kur mua më shëndeu telefoni, më janë bërë blok, më thonë që mos të shkel më atje. E përse kanë qenë ca gjëra që dhe vajtën shumë vite, dhe unë jam ftohur goxha.
nuk shpresoj dhe nuk dua. Edhe sikur nuk dua sepse për çfarë do të dua mund tani atyre që të kalojnë problemet e tyre tani që ata për prindërit e mi që janë pleqëri, apo çfarë të bën parë vëllezërve duke ndoshta edhe i bezdis, ku dëgjoj. Janë se gjëra që unë nuk e kam humbur sensin e të pasur prindër e familjar vërdall. Më vjen keq, sinqerisht, më vjen keq. Mirë. Dhe e shpret ndonjëherë në formë shakaje, që them jam jetime me njerëz gjallë dhe kjo do të thotë shumë. E qartë, kuptoj qartë e dashur Xhuli, sinqerisht më vjen keq për këtë situatë, por ke qenë e zonja, ke mundur t'ja dalësh dhe t'i përballosh të gjitha gjërat jo fort të mira që të ka përplasur jeta dhe ti ka sjellë në jetë. Jam munduar ditën me mishë me shpirt, kam punuar shumë, kam punuar edhe 2 turne, për mos të munguar gjithë fëmijëve dhe derisa goca krijoi lidhjen e vet që bashkëton me djalin, nuk i kam lënë asgjë mangët që ajo mos ta gjente diku në vend tjetër, mos ta kërkonte diku tek dikush tjetër. Jam munduar kur të gjithë shoqëria e gocës time nuk kishin telefon apo nuk kishin iPhone, goca ime ka qenë një ndër më të parat që ka pas telefon dhe iPhone shkollë. Jo se kisha, por e bëja që mos të ndish unë nuk kam prindrit dhe shko ku jam. E qartë. Ke sakrifikuar për t'ia plotësuar dhe realizuar të gjitha. Shqyr Zotit, nuk më ka gabuar dhe jam shumë e lumtur. Je nën krenare dhe më vjen mirë që je krenare për fëmijët. Punon vetë, shkutën në përca kurse, kam marrë shkollën aty në Tiranë për menaxhim biznes. Jam mirë, domethënë. Më vjen mirë. Jam munduar shumë. Më vjen mirë që janë fëmijë të mbarë dhe të kanë bërë krenare. E dëgjuam Xhulin, të 42 vjeçare, e cila rrëfeu historinë e partnerit të saj, por këtu në live me Odetën do të hyj vet Floranti, i cili do na tregojë momentet e trishta që ka kaluar në jetën e tij dhe gjithë ato vite që nuk është pranë djalit dhe sigurisht ka një mall për ta njohur dhe për ta takuar, kështu që e ftoj më njëherë Florantin. Përshëndetje. Përshëndetje. Florant, si je? Mirë, si e kalove ti? Mirë, jam me Xhulin, kisha disa minuta të tëra që po flisja dhe gjithë qëllimi ishte që Xhuli kërkon të bëj të lumtur. Faleminderit. Zonë dhe ty që të njoha. Ajo foli me shumë dashuri kur e pyeta se si e njohur me Florantin. Më tregoi dhe historinë e djalit tënd. Po. Që fatkeqësisht ke shumë vite që nuk e ke parë. Po ka qenë djali 4 vjeç kur e kam marrë. Edhe gjeri sot as e kam dëgjuar, as e kam parë. Florant, unë e pyeta dhe Xhulin dhe Xhuli më tregoi ai sa dinte, sigurisht ju e keni jetuar atë jetë, ato vite me nënën e fëmijës. Ndarja juaj, se zakonisht ndodh që kur është një ndarje e keqe, nënat akmerren dhe pengojnë fëmijët. Ndarja juaj ka qenë e paqt apo një ndarje që pati mlefe në fund? Dhe pse kjo nën e pengon fëmijën, se është absurde, me thënë të drejtën, një fëmijë të ndahet nga babai qoftë dhe nga nëna. Jo, nuk patim lef, thjesht iku, donte t'ikte, ju thash, vazhdo rrugën tate, djalin, ajo iku në fakt Kosovë, e kisha unë djalin gjeri 4 vjeç, me ndersa ja hoqa dhe bibilinën. Je kujdesur ti për atë fazë moshe? Po, gjej 4 vjeç, dhe vitet ta martha, të ta mbajtha, po të ta japtha sa herë që të duash, të takosh. Okej. Unë pleqti kam të mësuar, vetë punoja ikja, edhe së rria do të masatia. Erdhi e mori, e kaloj në Kosova, nuk e di ku e qoj, edhe që atëherë pastaj as e kam dëgjuar, as e kam parë. Ti ke pasur një bashkëtesë prej sa vitesh me nënën e fëmijës? Gati 5 vjet. 5 vite, që do thotë ja ke njohur familjarët e saj. Po, kam hyrë, e kam dalë atje. Normale. E kam kërkur, kam vajtur dhe atje, më kam thënë nuk e di se nga është, kam vajtë dhe në Kosovë se kam gjetë në atë vend që kam marrë vesh, edhe që atëherë pastaj. Por pse, në vaun e Dejës që jetojnë familjarët e saj, ata nuk kanë informacion, nuk e din ku ndodhet vajza e tyre? Nuk e di, më kam thënë, a nuk du të tregojnë, a nuk e di se si është puna tyre, po nuk e di, më kam thënë.
ndoshta nuk duan të tregojnë se më duket pak e habitshme që familja mos di se ku ndodhet vajza, ku mbi të gjitha ajo ka krijuar dhe një familje, është martuar dhe nuk ka mirëmendje që ka humbur kontaktet me familjen e saj në Shqipëri. Ajo martesën e ka bërë në Kosovë, është martuar me shqiptar të Kosovës, aq sa dini ju. Më duket se në Kosovë, se kur jam futur në Instagram për djalin, që kam gjetur, ka pas një beb të vogël djalin krah, edhe që aty që u futa për stem kam bërë blog. Direkt. Në Kosovë për çfarë qyteti bëhet fjalë që Në Ferizaj ka qenë fillim. në Ferizaj të Kosovës. Aty ka jetuar. Ndërkohë Aty rrinte, aty punonte. aty dyshohet se mund të jetë martuar? Them se po. Ndërkohë Instagrami që gjetet të djalit ka qenë me mbiemrin Bregu apo me mbiemrin e dytë të martesës që ajo mund të ketë bërë? Jo. Bregu ka qenë. Edhe është. E qartë, unë do bëjt pamundur që të lidhem dhe në rrjetet sociale me atë zonjë, do bëjt pamundur për të gjetur një adresë saj, por i thash dhe Xhuli që edhe nëse ajo gjendet i dashur Florant, ndodhet në Kosovë, mund të jetë çrëndsi ka ku është, dhe nëse ajo gjendet dhe ti shkon për takuar djalin dhe ajo të pengon, dhe nuk e qa bën, ajo të pengon dhe djali është në një moshë që pyetet, do të takosh babain, dhe nëse ai thotë jo, me zor ti nuk mundesh dot. Jo, me zor nuk është tuja, unë përndaj nuk e kam bërë dhe se jam marrë me kështu me denancime policisë, më kam thënë. Po. Por ndaj që lëvizja, edhe lëviz, prindrit se ruin dot, se aja është një moshe do të dalin, do të lozin. E kuptoj. Edhe përndaj kam lënë. Por sot thash ndale që më bëhet. Jo, pa jesh Se më mori një para 5 vjetës, më mori në telefon, pa numër, edhe më tha për një prokur. Që ta nxirte jashtë Shqipërisë, e qartë. Po, thashona, që prokure do, thashon, ti s'm ke lejur të shoh një djalin, thashon. Tani kërkon prokur, nuk ta jap. Edhe që atëherë pastaj nuk më ka marrë me. Edhe kush futet në rrjetet sociale nga familja ime i bëm direkt blog. Që mos marri mas foto asgjë. E qartë, e kuptoj, është e kuptueshme. Nuk do ajo që djali të flasi, por ti mund të drejtohesh edhe gjykatës. Se ti e ke njohur atësin, ti njihesh babai ligjorit atij fëmije. Po, atësia është e imja. Se nëse nuk do kishe njohur atësin, do ishte procedura më i gjatë dhe shumë herë më e vështirë për ty. Por në momentin që ti e ke njohur atësin dhe je babai biologjik i atij fëmije, ti mund të drejtohesh edhe gjykatës, e cila pastaj vendos ajo, e thërret gjykata zonjën në fjalë dhe vendos gjykata për kujdestarinë e atij fëmije, që sigurisht do t'i ngelet nënës, kujdestaria dhe ty do t'i jepet e drejta e takimit. Por fëmija është në një moshë që mbush 15 vjeç, domethënë po rritet. Për 3 vite ai vetë 18 vjeç dhe pastaj është ai që vendos për gjithçka. Dhe gjitha i meraku im, duke u bazuar nga histori që unë trajtoj dhe nga eksperienca, po flisja edhe me Xhulin, është që ai fëmijë është rritur pa dashurinë tënde, Florant, dhe varet çfarë fryme mund të jetë në familjen ku është rritur fëmia. Atë e ka marrë, se dihet se ka marrë atë frymë, se para 1 vit e gjys, 2 vjet gati, e gjeta në Facebook. Edhe i shkruja. Ajo shkrujti, ky nuk e di. E gjeta dhe i shkrujta dhe i thash, kur më tha pastaj nuk je babi im, tha. Edhe direkt mbej blog. E kuptoj. Ndoshta mund të qenë ai fëmijët e sotëm kanë rrjete sociale që në moshë të vogël. Ai bie të qenë 10 vjeç kur ti ke shkruajtur. Po. 10 vjeç. Ndoshta mund të qenë dhe nëna që ka kthyer përgjigjen, por këto janë fatkeqësirat e shumë shqiptarëve që gratë procedojnë kështu hakmerren dhe nuk lën fëmijët. Gjithsesi Florant, unë do bëj të pamundrën për ta gjetur këtë zonjë, për të gjetur një adresë, për të komunikuar. Nëse ajo nuk do pranoj, nuk do kërkoj një ndërmjetësim, qoftë për treguar ku është djali, apo qoftë ti të kesh një takim me djalin dhe djali ta thoj vetë në sy që nuk kam dashuri dhe s'dua ta takoj. Ty t'intereson ta takosh djalin dhe ta dëgjosh vetë nga goja e djalit, çfarëdo që ai fjalë ai mund të thoj. Dhe është e kuptueshme, kaq vite pa e parë babain edhe ai s'ka dashuri, Kjo është fatkeqësi e madhe, por duhet të jemi me këmbë në tokë dhe ai s'ka dashuri për ty, nuk të njeh. Ndoshta ai njeh për baba atë që e ka rritur,
personi që ajo mund të jetë martuar. Por do bëj të pamundur për të gjetur një ndërmjetësim dhe ta uroj me zemër që ta takosh sa më shpejt djalin dhe të fitosh dashurinë e tij. Faleminderit. Kështu që të falenderoj dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Okej, mirupafshim. Mirë, mund të vazhdosh Florant, se unë po vazhdoj edhe pak me Xhulin edhe po e mbyllim. Okej. Të përshëndet. Xhuli, ti s'fole fare, vetëm na dëgjove Xhuli. Çfarë do të them se unë pak a shumë i thash atë që dija, dhe ishin vetëm fjalët e Florantit ato që më kështu. Mirë. Ai e sqaroi më mirë. Mirupafshim Florant. E dashur Xhuli, kishe të drejtë, Floranti ishte një djalë i qetë, i bukur, të gjitha cilësitë i kishte marrë, edhe kur fliste, kur komunikonte ishte shumë i paqët. Po. Të shumë edhe kur unë jam pak nervoze, edhe më thot gjithmonë, biles gjithë ato mesazhe se sot i thash jam gjithë ditën e mërzitur, edhe gjithkohon po ma bën, veç mos u stresot, lutem, vetëm mos u stresot ti, lutem. Se zakonisht pavarësisht se duket një fëmijë forte kështu, po kur kam lind gocën, kam kaluar atë mbas lindjes, nuk e di si quhet ajo. Edhe kalova shumë në gjendje të rënda, domethënë sot e kësaj dite. Depresionin pas lindjes. E vërtoj dhe marrë këto pranktin, por që janë gjërat që jam mësuar, tani kam sot e 25 vjetë. Po më dëgjove mua, mendon ndryshe, harroj të gjitha, rri pra natyre njerëzve që t'i japin dashuri dhe ato ilaçet flaki, do bëhesh shumë mirë. Normal, jo, nuk është vetëm gjithë kohën ditë që mua nuk më prish punë, është vetëm ajo mëngjesi që mua më mban shumë. Nuk e se më prishin punë këto gjëra. Normalisht unë kam kaq vite, e sigurisht se jam bërë familje dhe unë smundje që kam, se mund ta quaj smundje se është bërë të të gjitha një pjesa më e madhe. Unë isha një fëmijë atëherë që s'dija çfarë ishte u trëma, edhe nga që u trëma shumë. E dashur Xhuli, unë të uroj shumë dashuri, shumë lumturi, jetë gjatë u plaksh me Florantin, uroj që ta bësh të lumtur Florantin, urojmë që ta gjejmë djalin e tij. Problemi tek mua nuk është gjetja. Problemi tek mua nuk është gjetja, sepse ai djalë nuk është i humbur realisht. Ai djalë dihet, është me nënën. Problemi tek mua është që a do fitohet dashuria atij fëmije për babain. Jo, dëgjoj. Ai po ta kuptoje edhe ka thënë, unë e di se është e vetëdijshme, se vetëm thjesht një ignorant që mos ta kuptosh që nuk ka dashuri. Thjesht nuk di ku është sepse thot, para 5 vjetë më ka marrë në telefon të do ta nxjerrte fëmijën jashtë dhe nuk është e sigurt a është këtu, është jashtë apo ku. O të di ku është fëmia. E qartë. Dhe nëse ka marrë jashtë, çfarë veprime bëhet pa prokurën e këtij? Ajo penalizohet. Sepse kemi dëgjuar plot që janë bërë shumë gjëra dhe kanë ikur, e kupton? Ajo penalizohet, por varet se si ka proceduar, është martuar, ka bërë dokumenta, ka regjistruar fëmijët, varet se si ka bërë procedura, ndoshta mund të ketë bërë nga Kosova. Le ta ketë regjistruar fëmijën, se është drejt që me regjistrimin me baba tjetër mund merret fëmia jote, fëmia e këtij? Jo, nuk është e drejtë, por duhet parë se si ka proceduar. Ndoshta i është drejtuar I është drejtuar... Sa ishte fëmia këtu në Shqipëri, unë nisja prokure, kupton? Patjetër, po kështu procedohet. Paka shumë i disa gjëra, gjithsesi, ai nuk i ka mundësit. Nuk është se unë i kam se unë banakire punoj për 500.000 lekë rrobë. Ai ikën vjen dhe siç e thaj që se ka pasur mundësin. Unë do mundohem që nëse do jetë e mundur edhe për në gjykat do ta çoj. Si është ai të di se çfarë bëhet me fëmijën e vet. Por presim, bëjmë procedurat e... Nëse marr apo s'marr gjimbrafsh. Unë uroj dhe shpresoj që ajo zonjë të ndërgjegjësohet në radhë parë. Gjithë këto vite ta kuptoj që ai fëmijë ka nevojë dhe për atë babain biologjik ta njohë kush është. Uroj të ndërgjegjësohet ajo zonjë. Por ne do bëhemi bashkë në kontakt. Unë do bëj procedurat e mia dhe uroj dhe shpresoj që ta gjejmë sa më shpejt vendodhjen. Mirë. Okej. Xhuli, mirë dashuri. Të përqafoj dhe të përshëndes nga Tirana. Mirupafshim. Kalofsh mirë dhe me paqe. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Ne nuk e bëm publike ditën e sot me emrin e nënës së djalit. Padyshim që gjitha të dhënat të Xhuli dhe Floranti mi kanë dërguar, do bëj të pamundurën për t'u lidhur në rrjetet sociale, por jam e sigurt që kjo zonjë, nëse është duke na ndjekur, padyshim, ajo njeh Florantin, njeh babain e fëmijës së saj dhe
uroj që të ndërgjegjësohet, uroj të na telefonojnë në numrin tonë të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit dhe t'i japi një përgjigje babait të fëmijës, të paktën të di se ku ndodhet djali i tij 15 vjeçar. Mirë, dhe nëse ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.